Djaloshi 23 vjeçar që bëri 5.000 kilometra me një këmbë. Po, ndiqeni këtë material, kush është rastisht i bëj like faqes shihemi sërish, por dëgjojeni me kujdes, sepse është vërtet shumë frymëzuese si histori. Në vitin 1971, një familje kanadeze po udhëtonte me makinë. Ishte një ditë fundjavë dhe po shkonin me pushime për të bërë një piknik. Një kamion i përplasi, sepse dolin në rrugë pa sinjal, dhe fëmia, që ishte atëre 11-12 vjeç, e qua në spital. Kishte plagë të rënda. Mendoi që nuk do të jetonte më. Ishte një djalë shumë aktiv, ishte shumë i fortë, edhe pse shumë i ri, bënte gjimnastik, shkonte vrap, bënte futboll, pra ishte shumë i lëvizshëm. Dhe në spital vuru re që ai e mori veten, por ju desh që t'i prisnin këmbën. I pren këmbën e megjithatë, ai djalë vazhdonte që të ikte vrap, me fjalë që të bënte sportin e tij të preferuar çdo ditë. Me kalimin e kohës, ai dëshironte, sepse dëshira e tij më e madhe ishte që ai të bënte një maraton, por një maraton të gjatë. Në fakt, pas disa vitesh, u organizua një maraton. Dhe në këtë maraton mori pjesë edhe Fox. Terry në atë kohë ishte 23 vjeç, sepse kishin kaluar pothuaj 10 vite, dhe ai filloi maratonën me një këmbë dhe ecste vrap, bënte rreth 40 kilometra në ditë. Po, 40 kilometra me një këmbë. Nuk qau asnjëherë. Nuk tha që do ta lë. Nuk tha asnjëherë që jam i lodhur. Nuk tha që jam i djersitur. Nuk tha që më dha mesi, ose do shikoj telefonin, ose do shkoj me shokët. Pra, Terry bënte 40 deri në 42 kilometra në këmbë, me një këmbë çdo ditë. Dhe në fund fare bëri 5370 kilometra. Nuk e di e kuptoni apo jo. 5370 kilometra. Me një këmbë. Këmba e tij, ajo ku vinte protezën, u bë gjak. Ai, me sa u kuptua, sepse nga përplasja që kishte bërë në makinë kur ishte në aksident i vogël, krijoi disa hematoma, dhe hematomat brenda trupit i krijuan kancer. Dhe ai, ndoshta dikush thotë që e dinin që ai kishte kancer, ai e dinte që kishte kancer, dhe kështu që kishte vendosur që ta mbyllte jetën e tij me fitoren më të madhe, me atë që ai dëshironte. Pra, që t'ishte të kurorzonte maratonën. Është një histori frymëzuese, vërtet shumë frymëzuese, sepse ai nuk qau asnjëherë, nuk e qau kokën asnjëherë. Gjatë gjithë atyre ditëve që ishin 120 ditë, 140 e ca ditë. Pra, ai në 140 e ca ditë nuk tha asnjëherë asnjë gjysmë fjalës për dhimbjet që kishte. Sepse proteza, për ata që nuk e din, nuk ishin proteza si sot, ato protezat e atërshme, ai kishte bërë një protezë prej druri, merreni me mend çfarë dhimbje kishte ai që përplasej trupi në atë dru. Pra, jo si sot që ruajnë nga të gjitha anët. E megjithatë, ai ju desh, me një fjalë, e detyruan që të ndalonte maratonën, dhe pas një dite, 2 ditësh vdiq. Pas disa ditësh. Megjithatë, historia e tij të bën të reflektosh thellë, sepse ne sot çdo gjë e bëjmë me makinë, çdo gjë kemi ndryshuar totalisht. Pse? Nuk e di. Zoti ose krijuesi rezervon disa gjëra në jetën tonë që ne të paparashikuara, që ne nuk mund t'i parashikojmë dot. Po ta shikoni, dikush thot, pse ai vdiq i ri, pse ky vdiq i vjetër, pse njëri vdiq 100 vjeç e tjetri vdes 23 vjeç, si Fox. Terry
e donte kaq shumë jetën, por ai nuk e tha asnjëherë publikisht që të qaj tani, thotë që o Zot i madh më le që të... Jo, ai eci përpara. Bëri maratonën 140 e ca ditë dhe ikte 40 kilometra çdo ditë për të bërë maratonën. Donte kaq shumë jetën sa ai për ditë bënte çfarë nuk bënte, me një këmbë. Kurse ne sot jemi katandisur që jo vetëm kemi makinën pranë, por kur i thua ndonjërit për shembull, siç i thash disa çune se më erdhi ideja tek disa çune që te çunat e mi aty që i thash që të shkonin deri diku për të marrë disa materiale, po ja të vej ai, ja të vej ky, ja të vej, ja hedhin njëri tjetrit. Kur atje do shkojnë me makinë, përtojnë që të shkojnë me makinë. Ne, sinqerisht, unë e kam thënë këtë publikisht, po ta them edhe një herë tjetër, ne jemi shumë parazita. Me një fjalë, njeriu është ndërtuar, është bërë i tillë që është një parazit. Dhe parazit lëku, sa më shumë parazit je dhe aq më keq është. Sepse është problemi i yti, nuk është problemi i tjerëve. Ma ti me kalimin e kohës krijon probleme vetvetes. Sepse problemi kryesor i njerëzve është që nuk e kanë kuptuar akoma që lëvizja, njeriu duhet të lëvizë të paktën 4-5 kilometra në ditë. Dhe lëvizja është tepër e rëndësishme. Ka disa për shembull që lëvizin edhe më shumë për arsye të tjera, sepse nuk kanë makinë apo pse janë detyrohen nga kushtet tjera. Shumë më mirë, sepse nëse ju detyroheni kështu, atëherë është më mirë sepse për veten tuaj. Sepse ne për shembull që mundohemi që të bëjmë punët sa më shpejt, sepse pse kemi arritur sot, po e them unë për shembull. Unë mundohem që të gjej kohën, por sidoqoftë koha është e shkurtër. Ne kemi zgjatur jetën tonë me anë të makinave, me anë të shpejtësisë, sepse ne duke bërë gjërat shpejt kemi zgjatur jetën, ose kemi zgjatur punët që bëjmë, ose më mirë, punët janë shkurtuar dhe ne kemi zgjatur jetën. Janë shkurtuar punët sepse ne i bëjmë shpejt me anë të makinës, me anë të lëvizjeve. Pra, me anë të telefonit. Telefoni zgjidh shumë gjëra. Kështu që telefoni, makinat, çdo gjë që bëjmë, edhe takimet që bëjmë shpejt e shpejt, pra jeta jon ndërkohë është shkurtuar distanca e punëve, sepse punët padyshim janë shkurtuar nga mënyrat e ecurit, nga mënyrat të lëvizurit, nga telefoni, nga makina etj. Dhe jeta jon është zgjatur. Dhe kjo më bën të mendoj që jemi ne që duhet të programojmë jetën tonë për të bërë pak gjimnastik, sepse ne kemi lindur në natyrë dhe jemi të detyruar që t'i përshtatemi natyrës. Nëse ne shkëputemi nga natyra, unë mendoj që këto janë problemet kryesore të njeriut. Duke u shkëputur nga natyra, krijon probleme në shëndet. Ju si mendoni? Hajde, sot ditë shiu, unë po iki në punë, ju përqafoj të gjithëve, punë të marrë të gjithë juve. Ju falenderoj që jemi për herë bashkë. Do të dëshiroj një koment çfarë mendimi keni ju, sa kilometra bëni në ditë dhe si e shfrytëzoni kohën. Nëse është e vërtet kjo që po them që është shkurtuar koha dhe është zgjatur jeta. Pres. Dhe çfarë mendimi keni për Terry Fox, djaloshi 23 vjeçar, që bëri maraton 5000 kilometra, este 40 kilometra çdo ditë për 140 ditë. Çfarë kurajo. Respekt të gjithëve, ditën e mirë.